Vëllezër të nderuar, xhamat le të pranishëm. E kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre nga sahabiu i nderuar Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدين وإرده كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمحمد عليه الصلاة والسلام në këtë hadith madhështori, cila është gjëja kryesore dhe është njërë nga hadithët që është esencë e dinit ton, u tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: me të vërtet halali është i qartë dhe harami është i qartë, dhe mes haramit dhe halalit ka disa gjëra, ka disa punë të cilët janë të dyshimta apo nuk janë të qarta, e ai i cili i hik dyshimeve të paqartave, ai e ka ruajtur fenë e tij dhe e ka ruajtur nderin e tij. Ai i cili ka ra në këtë haram, ai i cili ka ra në këtë dyshim, ka ra në një ndalesë, në një haram, si shembulli i atij bariut, shembulli i atij çobanit i cili i ruan delet e veta dhe nuk i lejon që të kalojnë mexhën, kufinin në tokën e huj, e të hanë ushqimin, të hanë barin dhe pastaj të mjel qumshtin dhe mishin dhe të ushqehet me haram. Ai nuk i len të afrohet në mexhe, por i largon. Dhe tha kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe tha: inna kulli malikin hima, çdo mbret i ka zonat e veta, çdo mbret i ka kufit e veta. Wa inna maharimullah, e kufit e Allahut, zonat e Allahut janë dalesat e Allahut. Dhe tha: në çdo trup të njeriut gjendet nga një cop mishi, nëse ajo cop e mishit drejtohet, rregullohet, premësohet tër trupi. Nëse ajo cop e mishit prishet, atëherë prishet tër trupi. Në fund hadithit tha: ala wahiya alqalb, tha ajo është zemra. Vëllezër të nderuar, deri në kohët e vona e kemi ditur halalin halal dhe e kemi ditur haramin haram. Dhe kur ka pas ndonjë gjë e cila ka qenë e dyshimt, kemi pyetur dietarët, i kemi pyetur hoxhallarët dhe është qartësuar ai dyshimi sa është halal apo është haram. Mirë po, në kohën e sodit, kohën moderne, ku njerëzit nuk janë të shikuar se a është halal, a është haram, nuk janë të shikuar se e mbledhin parën me halal apo e mbledhin parën me haram, duke ja zbukuruar shejtanët nga xhinët dhe shejtanët nga njerëzit. Shpesh i shohim në për debate televizive ku mundohen që njerëzive me jau ndrishut realitetin, me jau ndrishut vërtetën, me ja minimalizue mëkatët, me ja bose mëkati gjunaj është halal, apo nuk është asend, apo nuk është kur gjo. Kështu tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: la yashrabunna nasu min ummati al-khamra, do të pinë alkohol nga ummeti jem njerëzit, wa yasmunaha bi ghayri ismiha, dhe do ta emërtojnë ata me emër tjetër, do ta emërtojnë pija shpirtërore. Ndëgjimi i muzikës është bo halal, është bo halal se në çdo restorant, çdo vend, çdo shtëpi ku ungjësh ndëgjohet muzikë, edhe nëse i thu dukujna se muzika është haram, thot kjo nuk është haram, se ketë dënjoja e bën këtë punë. Në shkon haram, di shkon e ndalume, me ketë arsjetohen, e tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, do ta pinë alkoolin, do ta emërtojnë me emra tjera, me pije shpirtërore, me pije të ndryshme,
dhe pastaj thot do t'i shpërndajnë instrumentet muzikore dhe Allahu Azza wa Jalla do t'a shafi tokën dhe do t'i shëndron ata në dera dhe në majmuna. Kështu ka e sot është përhap qaq harami. Nëse një haram është përhap aq i madh, a duhet ta bëjmë halal? Del në televizor dhe thot unë jam ateist dhe flet në emën të Islamit. Djel tjetri thot jam agnostik. Unë vetëm e besoj Zotin, por nuk e besoj asnjë fe dhe nuk i praktikoj ligjet e Zotit dhe s'ka të bëjnë ligjet halalet dhe haramet me librin e Allahut, me Zotin i kanë shpif hoxhallarët. Alkoholi nuk është haram, kamata nuk është haram, është fajde dhe dobi. Rishfeti është përhap në për shumë vende, nuk i thojnë më rishfet, i thojnë më hedije, i thojnë dhurat, e kini dhurat, ta kaloj qeket. Për ata njëri cili të bon të parët, me pasurin e muslimanëve zëqatin, dhe dukusht i kishte dhënë pare, dhe i kishte thonë kjo është për tyje, dhe i kishte shtin gjep dhe i kishte të regu pejgamberit a.s. Ja kishte dhënë parë, kishte thonë që këtë janë të mijat, pa po ku i more, tha mi dhe një person dhe më tha se këto i ki dhurat. Tha nëse kishe ne të shpije e babëstan, a kishe ardhur dukush me të dhënë dhurat? Nëse kishe ne në shpitane, a kishte ardhur dukush me të dhënë dhurat? Është në punë, e shkon në spital, nuk mundësh me kalu operacionin, nuk mundësh me i kry shërbimet tuja, pa e dhënë rishfetin, e cila është e quajtur dhurat, hedije. Shkon kufi, dush me dhon rishfet. Shkon shkoll, dush me dhon rishfet. Shkon punë, dush me dhon rishfet. Për me i, hedije kjo është. I kanë quajtur haramet me emra të halalit. Mirë po, kur t'ju tregojsh në Kur'an dhe në Sunnet, se kështu thot Allahu, thot ju jeni ekstremista. Ju jeni që e teprojni. Kur t'ju folish atyre se mbulesa është një obligim fetar, çka thëjnë? Thëjnë kjo është prapambeturi. Kjo është prapambeturi. Pse? Sa ata duan që ti përzin të kotën dhe të vërtetën. Ata duan që haramet më mësmiren veç që janë harame. Me i bo të gjithë gjunohat dhe të gjithë haramet dhe ti konsideroj sa ata janë halal. Dhe kështu i mëson të baba i keq shejtanave prej njerëzve dhe prej gjinve, të cilët ka shejtana, ata që e sulmojnë islamin, ata të cilët janë islamofoba, ata që mundojnë ti ndryshojnë emërtimet e shariatit prej në haram, në halal, ata që mundojnë alkoholit janë ndryshojnë emnin, e rishfetit janë ndryshojnë emnit, ata janë ushtarët e iblisit shejtanit, i cili baba i tive shejtanve i pari e përdori këtë strategji në xhenet për t'i mashtruar Ademin a.s. dhe Havën, dhe kur Allah Azza wa Jall ja ndaloi vetëm një pemë. Çfarë tha? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Tha Zoti, nuk ja u ka ndalu juve këtë pemë, por pose ju nëse e hani këtë pemë, do të bëni melek engjëj dhe do të jeni të përhershëm këtu, i mashtroj dhe sot mundohen të mashtrojnë, dojnë të ndryshojnë realitetin. Shirku, vëllezër të nderuar, është shirk. Bidati është bidat. Alkoholi është alkohol. Kamata është kamat. Zinaja është zina. Lakurisia është lakurisi. Gjunohet janë gjunohe. Mëkatët janë mëkate. Dashti kus dashti, e pajtoj kush u pajtu, e refuzoj kush e refuzoj, gjunohi është gjuna. Mirë po, duan që në përmes emisioneve të ndryshme nga shejtanët njerëz, të cilët janë dhe disa programe televizive, dhe disa gazetar, dhe disa misafir që japin hapësirë të folën në emën të fesë, të flet në emën të Kur'anit, të flet në emër të sunetit, që ai nuk e beson as Kur'anin dhe nuk e beson as sunetin e Muhamedit a.s. Ai don shtin huti, ai do të shtin përçarje, ai don ti manipulon realitetin e fesë. Për ata Allahu Azza wa Jall ju drejtu ehlul kitabit
I thar të libri, tha, ja ahlel kitabi, lime të elbisun el haqqa bil batil, wa të këtumun el haqqa wa antum ta'lamun. O ju I thar të librit, pse po I ngatrojni të vërtetën me të kotën, pse po I mshefni realitetin dhe po I shfaqni të kotën, duke e ditur ju mirë, edhe krishterët, edhe jehudët, më herët në librin e tyre, e kanë pas të ndaluar kamatën, duke shkuar ndal nga dal, duke e mshef realitetin, duke e shfaq atë së është halal, se të shbë halal kamatat e krishterët e judët, ka mri kamatat bëhet halal të muslimanët, çdo njeri ditë sot është I zhitur në kamat. Mbulesa ka qenë obligative dhe është obligative, nëse I shifni ende janë disa jehud që gratë e tjera I kanë meshania me mbulesa, që nëse I sheti me ndonë që janë ata musliman. Pse motrat e nderit, pse këta murgjreshat janë të veshura me shani, nëse shpeja e tjera nuk I ka obliguar. Ka mbet feja vetëm se të njerëzit e shet, mirë po kjo simbol, të cilët e kanë murgjreshat, kjo të tregon se dhe ma heret ka qenë obligative mbulesat e të krishterët, edhe të jehudët, si kurse sot ka filluar të heqet mbulesa me të madhe, duke mendu se me heqen e mbulesës me cullakanën të cilët e bëjmë është përparim, ajo që mbulohet është e prapambetur dhe sot është përhap në mesin ton, pastaj që është përhap zinaja. Shpesh herët, përhap zinaja, umitën të bu zina, o vllazni, umitën të bu zina, çdo e gruje, ajo qik, ajo motër që bën zina është motër e dukujna, prej neve, është qik e dukujna prej neve, është hallave teze e dukujna prej neve, mirë po ne mendojna vetëm se është të shfrytzu tjetrin, kema të dinu të danë si t'ja u bëjë t'ja bëjë, e kanë përzi haramin dhe halalin, se I kanë përzi gratë dhe burat, I ftojnë darse me muzik, duke los filoni me filonin, duke losën halle të zhveshura, të parfimosura, të lira, të ngjira, pastaj thotë ka trastu gruaja. Po normal që ka me trastu gruaja. Normal që ka me trastu gruaja. Për ata Allahu Azza wa Jall e ka vënë mbulesën për ta ruajt gruajen, për t'ia ruajt nderin e saj, për t'ia ruajt atë turpin të cilën ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall. E kështu ndodh kur musliman I të lëvitin halalin dhe haramin. Halali I qartë, harami I qartë, mirë po njerëzit dojnë të të lëvitin e sahabët, shokët e Muhamedit a.s. Në kokën e tyre Muhamedi a.s. Ndëgjojni, një ditë kthehet në shtëpinë e tij I uritur, e gjen një hurm në shtratin e tij, apo në qoshin e dhomës së tij, dhe e pastron që ta hanë, në moment duke e fut në gojën e tij, I kujtohet, thot, ndoshta kjo është një sadaka, që e kanë pru muslimat mja shpërnda fukarave dhe ka ra këtu. Se pejgamberi a.s. e ka pas ndalume me hangër sadaka. Dhe familja e pejgamberit a.s. Sa e që e ka shpërnda zëqatin dhe ka shpërnda e pra sadakan. Dhe e largon dhe e len hurman. Pse? Për shkak dyshimi se ndoshta do t'jetë kjo që e e haram. Edhe pse nuk ka pas argumente, sot e shohim 100% që është haram, bëmi budall me zor, duke menduar se nuk është problem. Nuk është problem. Ebu Bekri radiallahu anhu, shoku I Muhamedit a.s. e kishte një djalë të ri, një rob. Dhe kishte dalë të punon dhe kishte marrë disa ushqim. Dhe ja sjelldi Ebu Bekrit radiallahu anhu që të hanë. E ngrani Ebu Bekri radiallahu anhu, pasi që e kriti ushqimin, I tha o zotria jem, a I dita se ku e ku marrën e ketë? Tha jo, tha unë e ku manipulu me disa njerëzi, ju ku më thonë ma herët se unë jam magjistar edhe unë jam a I cili ja tregoj fatin njerëzve. Sikur sot musliman që lexon horoskopat sen edhe mendojnë që kam ja kallzu që e gazeta një grua një shejtan apo një burr shejtan që e ka shkruajt atë gjoja se e di gajbin. Fallxhore, thot me fall, edhe pse thot ma tepër kam rënë se kam ditë as këtë zanat. Çka ndodh? Ebu Bekri radiallahu anhu I fut gishtat e tij në fit dhe nxjerr krejt atë që I kishte hangër. E kishte nxjerr krejt atë që I kishte hangër. Dhe është Ebu Bekri nuk kishte këtu gjuna, nuk kishte mëkat, se kishte ditë se ka ardhur. Mirë po, I thanë o Ebu Bekër, pse e bone këtë vepër? Tha I ruhëm edhe dyshimit më të vogël,
sepse e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dëgjoni. Thot e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam, ayu lahmin nabatat min al-haram fan-naru awla biha. Fa pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, çdo mish i njeriut i cili rritet, i cili ushqehet me haram, zjarmi i xhenemit është më afër e djeg ata se tjerë. Një trup që ushqehet vazhdimisht me haram dhe e formon trupin e tij me mish me haram, zjarmi i xhenemit është më afër ta djeg atë person. El halalu bayin wal haramu bayin. Halali është i qartë, harami është i qartë, dhe në mesin e tyre ka disa punë të cilat janë ndoshta të dyshimta, mirë po njalaja e mukethirun me në nas nuk i din njerëzit, mirë po dietarët i din hollësisht, edhe ata të cilat janë të dyshimta për t'u largu, ashtu si që prushem me pejgamberi alayhi salatu wasalam, si ai bariu i cili nuk i lën të afrohet tek zona, tek megja e pronari tjetër, se ndoshta ndonjë dele apo ndonjë lop e kalon kufirin zonën dhe han ushqim nga toka e ujë, e pastaj bëhet qumshti i asaj lope dhe mishi i asaj bëhet haram. Tha se çdo mbret i ka kufit dhe Allahu i ka kufit dhe kufit e Allahut janë ndalesat e Allahut. Mirë po e vazhdoi hadithin, tha në çdo trup të njeriu gjendet një cop mishi. E nëse ajo copë e mishit premesohet tër trupi, nëse prishet ajo copë e mishit, prishet tër trupi, ajo është zemra, problemi kryesor është sot e zemra. I kemi mbush zemrat tona me dashuri ndaj dunjojës, i kemi mbush zemrat tona me urrëti, me xhelozi ndaj tjetrit. Pse? Se dojna me mri sikur filoni mu bë milioner, sikur filoni me vozit këra të mira, sikur filoni me pas shtëpia të mira, sikur filoni mu bë, dhe atër prishet zemra. Kur të mbushet zemra me inat, kur të mbushet zemra me xhelozi, kur të mbushet zemra me dashurin e dunjojës dhe çka kon ta, atëherë më nuk e la yarifu marufan wala yunkaru munkaran, nuk e shikon më është halal diçka, a është haram, thot vetëm ta mri, ta bëj edhe unë si ke dunjoja. E kjo është problemi, e janë ndihmojnë sot shumë njerëzit dhe i të nderuar, të mundohemi ta hajmë ushqimin halal. Ta lusim Allahun azza wa jall që të fitojmë rrezikun ton halal, ta hajmë atë ushqim halal, na mbron Allahu azza wa jall nga çdo haram, nga çdo punë e haramit, dhe çdo përfitim i haramit, dhe çdo ushqim që ushqen e haramit, sepse nëse mundohemi dhe ushqehemi me halal, do të jetë lutjet tona më të pranuara. Nëse ushqehemi me halal, punë tona do të jenë të premesuara. Nëse ushqehemi me haram, punë tona do të jenë të shkatruara. Siç i shohim mesin ton, çdo ditë rinia jon e ka marrë gjenerata e re normal haramin, shesin alkool, shesin drog, ushqehen me alkool, ushqehen me drog, ushqehen me kamat, ushqehen me harame ndryshme dhe e kanë bo normal, e kanë bo sikur se me shit bombana, me shit hapa, me shit ilaçe, me shit Coca-Cola, soka, i kanë bo me i shit të gjonat, i shen marketa haxhi, e shet alkoholin e kanë dyqan, e shet musliman dhe në parisat me kamat punon, parisat vjen, e shet me kamat punon, me alkohol punon, se është bo harami dhe halal janë bo barabarta, mirë po mështë haram, se Allahu azza wa jall e korit në këtë dunjo para se ta korit në ahiret, a i cili është të pendohet sinqerisht. Çdo njeri është gabimtar, nuk ka njeri që nuk gabon, mirë po gabimi ku është duke e shit vetin se i udhëzum falso. Falet bëj gjuna, falet bëj haram, falet punoj me haram, falet punoj me kamat. Kjo është udhëzim i mashtruar, sepse udhëzimi i drejt, namazin që e falë të ndalon prej amoralitetit dhe prej punëve të këqija. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu ta përmirëson zemrën. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu ta përmirëson imanin tan, besimin tan, akhlakun tan, dinin tan, imanin tan, që se dini çdo njeri nga ne në çdo moment se kur mund t'i vjen melekul mauti, ta merr, e kur ta merr nëse e merr pa pendu, është mjeri ai. E nëse e merr i pendum,
atëherë mëkatet i ka të falta dhe shpërblimin e pret te Allahu Azza wa Jall. Nuk e pret shpërblimin tek njerëzit, tek filoni apo tek fisteki. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta mëson ta hajmë ushqimin me halal, ta ushqim familjen tonë me halal dhe të rritën fëmijët tonë dhe familja jonë me halal dhe të na mbron nga harami dhe nga fitimi i haramit dhe na mbron nga ushqimi jonë dhe ushqimi i fëmijëve tonë me haram. Allahumma amin.